Zoti Islami, si e gjykoni këtë fushat elektorale ku nga njëra anë kryeministri Edi Rama fyen dhe ofendon shqiptarët, ndërsa nga ana tjetër kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha vijon që të jetë jo në një gjendje të mirë, po themi për ta përballuar këtë fushat elektorale, duke qenë se ka bërë një sër gafash. Gafat, do të filloj nga fundi. Gafat që ka bërë Sali Berisha nuk janë as të parat as të fundit, dhe për moshën që ka është justifikuar. Dhe unë habiten si e lejojnë familjarët e tij ose dhe partia që të dalë të bëjë fushat në atë gjendje që është ai. Sëmundja dhe fatkeqësitë janë fatkeqësi, nuk janë për të share për të kritikuar, por ajo që kritikoj unë në rastin e Sali Berishës është që të largohet sa shpejt dhe të lërë Partinë Demokratike që të bëj zgjedhjen e saj, të zgjedh kryetar të ri, të zgjedh frymë të re, të zgjedh njerëz të devotshëm për të konkuruar këtë përbindës që quhet Edi Rama, këtë rrugësh, këtë monster, këtë përfaqësues të denjë të partisë që drejton, se në fakt, mendimi im, dhe jo mendimi im, po mendimi i gjithë njerëzve të ndershëm shqiptarë, burrave të këtij vendi, është që janë të tërë një lloj si ai, këta që i vjen nga mbrapa. Pse janë të tërë si ai? Sepse populli jon ka një proverb, një thënie shumë të bukur. Më thuaj me cilin je të them se kush je. Pra më trego shokun që të njoh ty. Pra këta, me fjalë të tjera, këta komunistë shqiptarë, se komunistë janë ata të bërë fjalë fare, që kanë mbetur komunistë me emrin e rilindje, kanë vënë në krye të tyre një kloun cirku, një palaco cirku, një njeri nga më ordinerët që mund të ketë në kjo tokë. E kanë vënë në krye të tyre dhe u tregon organet gjenetike. U thot burrave të Dibrës jeni çyryk. U thot grave të Dibrës ndani burrat, gjysmat e grave të ndajnë burra. I thot atij simpatizantit ti që ka përpara, kur ai thot që filani është ndan nga i shoqi, po shpejt më atë bjerë këtu, i thot se ajo na duhet neve. Çfarë burri është ky? Po çfarë partie është kjo? Po çfarë politikanësh janë këta bastardë, këta pisa? Dje kaloj këtu se kam ngjitur me zyrën, kam zyrën elektorale të partisë Rilindja dhe kaloi kandidati Fatmir Xhafa. Dhe i thash Fatmir, bëni të fala tërmet Peçit, i thash. Me bëj të fala, i thash, tërmet publicitarit. Dhe të sfidoj, i thash Fatmir Xhafës, të sfidoj, i thash, të vish me mua, të shkojmë në Tepelen, shkojmë në rrethin e Tepelenës, në Kurveles gjithandej se rruga është xham, dhe të shikosh mizerablin dhe pislloku që ka Tepelena, i thash. Po patjetër, tha, patjetër që nuk vjen, nuk bëhet fjalë fare, po e mbylli se s'kishte të thoshte se kishte edhe një 15 në këta sejmenet që u bën mbrapa për një rrog në bashki, se tërë punëtor bashkia i ka këtu, të tërë ata që vinë këtu janë punëtor bashkisë. Punëtor të bashkisë, punëtor të Ministrisë të Qendrësisë, punëtor të ministrive këtu në punësat ministrive tjera, që vinë dhe shoqërojnë se qytetarë s'ka i kontakt me njerëzit nuk bën. Pra, zotëri, kjo fushat ka tamam fytyrën origjinale të komunistëve shqiptarë. Këta janë, si shikoni. Duke qenë se ju përmendët edhe Tërmet Peçin, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka akuzuar atë nga Saranda se ai u ka dhënë drejtorëve të tij rreth 60 milionë euro duke futur duart në fondet e IPARD-it. Çfarë do të thotë kjo akuzë dhe çfarë po ndodh në këtë rast ku nga njëra anë Partia Socialiste kërkon votën përmes kandidatëve të saj dhe nga ana tjetër dalin akuza të tilla? Tërmet Peçin e një gjithë Tepelena e gjithë jugu. Është tërmeti i bandave plaçkitëse të 1997-ës në aksin Kakavej-Bemaliej. Figura e njohur e krimit, figura e njohur e bandave të armatosura,
figure e njohur e vjedhjeve dhe të gjitha poshtësive që janë bërë në rrethin e Tepelenës dhe në jug të Shqipërisë. Dhe para pak kohësh, në mos gaboj me një nga kolegët tuaj, kam deklaruar dhe kam thënë në jug do vi dita që do shpërthej keq në jug. Dhe praktikisht shpërtheu është në nderin e mediave që vajtën dhe kanë zbuluar hajdutërin, makutërin, vjedhin e lashtarshme të pronës dhe të parave të shtetit që ka bërë Tërmet Peçi, i cili në bashkinë e tij ka vënë vetëm njerëz të rrethit familjar dhe miqësor të tij, të krushëve, domethënë parafisin e gruas, parafisin e tij dhe ka gjetur dhe një rrugaç që ka sjell nga Kruja, një Lorenz Bami, të cilin e ka drejtor të rrugëve të urbanistikës, dhe kur e kam kërkuar atë zotrin që të vi të bëj të përcaktoj kufit e një prone që kanë një konflikt në progonat, ai as denjoi të fliste. Por është po ai Lorenz Bami, që kur i kemi vajtur me një nga luftëtarët e UÇK-s në zyrë, dhe i kemi thënë, hajde këtu dhe triqi policët bashkiak që ke vënë në Kodër, që po punoj për ndërtimin e memorialit për martirët e vitit 1917 në Hormov të Tepelenës, janë vrarë 217 burra aty, 270 burra, fal, dhe ai nuk denjoi as na priste, po mbylli derën bashkë me Tërmet Peçin. Pse? Sepse nuk i lejonte, se Tërmeti ta dishësh, po ja them ta shikoj këtu. I ka shërbyer konsullatës greke në mënyrë perfekte. Nuk lejoi në asnjë mënyrë që të ngrihet memoriali Kodrës Tepelen dhe ka mbetur ashtu siç është. Dhe për turp të saj, ministrja e kohës, Mirela Kumbaru, që vazhdon konkuron akoma në Gjirokastër, tha që atje nuk lejohet të bëhet memoriali se është tokë buke. Atje zotërisht Kodër. Është Kodër, tamam, është Kodër me mëlqinja dhe me shkurre. S'ka fare tokë buke gjikundi. Por i komandon konsullata greke në Gjirokastër. Dhe këtë denoncoi publikisht, po është burr Tërmet Peçi të dalë dhe thotë që nuk na ka thënë kështu, se Brimedor nuk na lën këta, tha. Dhe Brimedor nga Gjirokastra kur ishim në zyrë. Pra kemi të bëjmë me bandit dhe me agent dhe me spiun dhe me hajdut dhe me kriminal të vendosur në krye të bashkisë Tepelenës. Tepelenën e kanë dhënë për gryke kriminalët. Popullin e Tepelenës e kanë zaptuar kriminalët, bandat e armatosura të Tërmet Peçit. Humbën djemtë e Tepelenës, djemtë e Gjirokastrës, humbën Kurveleshit për të vënë një drejtor të infrastrukturës atje të mirëthem, të transportit, dhe vene gjej një hajdut i cili siç doli dhe nga emisioni televiziv që bë për këtë gjë, ka vjedhur 18 milion euro në një kohë që Tërmeti një rrogu ndan 5 punëtorëve. Ju nuk e dini se ç'bëhet në Tepelen. Unë bëj thirrje edhe nga ju spakut të shkojnë në Tepelen, sepse Tepelena është e mbartsur.